Pushteti I vjetër I keq, neve jemi të mirë, neve jemi revolucion, ajo kur gjës bot. Çka keni bot tjetëri? Edhe këta janë sabi, prapë është një farë adolescence, soshtrita, s'mos vendosja. Është lëvizja. Është si DDK-ja që ka qenë 90-ave. Edhe lëvizja dhe parti. Kur u bëjke konkurenca, neve lëvizje. Me popullë është me neve. Kur ju dashke me u paraqitë si parti, jo, neve me parti, ju bëni partin tjetër ati, kur kishte kësi par konkurenta, si qose e këta që dëshin me marrë leadershipin e bikombin, babalarët. Babalarët e kombin, beteja. Edhe babë për e qujnë. Më të kjo është mendësia e njajtë është. Vetë pëndronë pak dekori e dishka. Edhe deputetët e të gjitha partive paka shumë ka të menë që më pregaditën e dishka, edhe ka kësi nuk di që është po... Ka dhe kësi libero të tjerë, të cilë të... Ose të interesit shumë ka. Po, mos ndoshta kur ti është duke tentuar zoti Maliqi ti ezauroj gjitha mundësitë edhe më në fund të drejtohet Partisë Demokratike? Kjo, do të thënë, procesi është I tillë. Rezultati është ky që është, përgjithësia gjithmonë është e sovrani. Ti më thon, ata I kanë gjetur njerëz, po mirë po, megjithatë ligjërisht edhe këtë, ata 7 deputet, edhe këto struktura partijake duhen me këshirë. A dënë me që edhe njerëz që rezultati mund të qenë pak ashtu. Unë po mendoj se këty 2 partitë mëdha të opozitës janë të interesuar me alon që shtu edhe një qeverisje dopt, me që s'po mundën as me zveti më marrë vesh, DDK-ja ka brenda një farë vlimi. Po, ka një... Nuk me dim sa është serioze, po është... Edhe kjo ka pengu. Në Abdigjikut, po. Sigurisht se ka pengu. Situatës brendshme. Se ka brenda. Kjo periode gati një muj ka qenë heshtje, po shumë ka pas në përkollare, biseda sene. Por që si kanë provu të gjitha variantët, edhe ka një krah I LDK-s që ka qenë me hy opozita në loj, po numrat nuk ishin të mjaftuar. Nuk ishin të mjaftuar, ose mundën letë më rënu. Kështu që nuk ka pjekuri të partit politike, se ato nuk jenë konstitume si parti. Të vendosja një farë hierarkia, të vetëm lideri më duket me ndonë. Të vendosja vetëm lideri duket që me ndonë? A, vetëm me ndonë. Po I keme edhe shumë figura tjerë, zoti Maliqi, kemi zoti Konjufsa, kemi edhe deputet... Ka të suflera, I ka suflera, po janë t'jashtëm, nuk janë ata njerëz të zgjedhur. Po thu janë t'jashtëm. Kësa e ke dhënë një deklarat bombastike kjo për titull. Po drenori nuk besoj që pajtohet nga drejtë. Isha pa përfunduar është mendimin tim. Po zonjëm zi shëpatem në Shqipnisë, Greqisë. Zonja Dejona Mihajli. Së njohën e personalisht di që po ja shkruan fjalimet edhe deputetëve. Po. Ja u ka shkruar me tnime. Po ja u ka shkruar edhe më herët një pjesë. Paka shumë mi kishin dalë pak për skenarët. Jo, politikanë edhe në Amerikë, politikanë t'i kanë Kjo realisht, këto sjellë deputetëve sot e kanë lëcu komplet çatesë janë kontrolluar, sepse ata bashkë balen çka deshtën para kamerave sot. Bile edhe shumë e drejtë, edhe unë pajtohem plotësisht me zotin Kryziu që megjithatë një deputet I zgjedhur duhet ta ketë bre një fije. Sa intereson tash, po qoni ujnë mullit amin tash. Se edhe jona nuk pas kam E pasha zotin unë e përpos idiot që të fjallë nuk kam. Me falni po. Po kërkoj folje publikut, albinit, vetëvendosjes, drenorit edhe krejt. Po qatra, se unë tjetër shpërje nuk kam. Mora stan ata diçka keq, pa jo që e bëri me shënë, ata stan, a I keni nua po do ta kemi me deputet kuvendit. Çka thanë keq ata? Jo, nuk është shtet keq, po sjellja nuk është bezat. Po çka u dash me bota? Në qendrim politik. Po s'kam diçka për të thonë, se s'ka kur do treve me vazhdu rrugën e vet. Çka bën ti kur del gazetari aty të nxjerr rrugën? Jo, lutem. Arroganca e pushtetit, arroganca që dikush dikush me kolegëve për mediave vazhdimisht I kanë thënë arrogancë numra. Problemi I arrogancës është që domthon e përbuzin votën që ja ka dhënë qytetari, përkatësisht çaj trup elektoral.
E për buzën e shkelin me dy komë që kjo është një aspekt është mirë, sepse publiku, votusi, ka me qelë sytë me kone shtin kuvend.